Mirë të Zotit, do desha të lexoj diçka nga fjala e Perëndisë, të shohim vëllezër se çfarë do të na japë Zoti sot, vëllezër, aleluja. Çdo gjë që Zoti do të na japë është vërtet për lavdi të Perëndisë, është ushqimi ynë, aleluja. Fjala e Perëndisë është gjithçka motra dhe vëllezër, aleluja, aty ku ne rritemi, aty ku ne shohim veten, lavdi Perëndisë është pasqyra jonë. Falenderojmë Zotin, na tregon motra dhe vëllezër rrugën tonë, na tregon motra dhe vëllezër, aleluja, që të shohim se ku ecim, rrit shpresën tonë, e falenderojmë Perëndinë. Le ta shohim vëllezër se çfarë do të na jap Zoti sot në letra drejtuar Galatasve, faqja 220, vëllezër, kapitulli 5. Galatasve 220 faqja, kapitulli 5, vëllezër. Le ta shohim edhe një herë, vëllezër, aleluja, çfarë Zoti do të na japë. Qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilën Krishti na liroi. Dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Ja unë pali, po ju them se në qoftë se rreth priteni, Krishti nuk do t'ju bëjë dobi as pak. Dhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rreth pritet se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të çfajsoheni me anë të ligjit, jeni ndarë nga Krishti, rat poshtë nga hiri. Ne në fakt në frymë nëpërmjet besimit presim shpresën e drejtësisë, sepse në Jezus Krishtin, as rreth prerja, as pa rreth prerja, s'ka në ndonjë vlerë, por besimi që vepron me anë dashurie. Ju vraponi të bukur. Kush ju ka penguar që të mos i bindeni së vërtetës? Kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thret. Pak maja e bën të vijë gjithë brumin. Kam besim tek Perëndia për ju, se nuk do të mendoni ndryshe, por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do të marrë dënimin. Sa për mua, vëllezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rreth prerjen, përse më përndjekin akoma? Atëre skandali kryqit të raposht, o sikur ata që ju turbullojnë të gjymtoheshin vetë. Sepse ju, o vëllezër, u thirrët në liri. Por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, dua e të afërmin tënd, por si vetveten. Sepse nëse ju kafshoni dhe ani njëri tjetrin, ruhuni, mos prisheni njëri nga tjetri. Dhe unë them, ecni sipas frymës, dhe nuk do t'ja përmbushni dëshirat mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës, dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Por në qoftë se udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni nën ligj. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, çthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj. Sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi,
paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Dhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e tij. Në qoftë se rojmë në frymë dhe duhet të ecim. Le të mos jemi mburavecë duke provokuar dhe duke patur smir njëri tjetrin. Amin. Një letër motra vëllezër drejtuar Galatasve, një kishë, një bashkësi motra dhe vëllezër, aleluja, që e pranua në vërtet Krishtin me dashuri, që jeta e tyre ndryshoi, panë në Jezus Krishti fuqinë e madhe motra dhe vëllezër, aleluja, të ndryshimit, por gjithmonë motra dhe vëllezër, aleluja, ata që ecin sipas vullnetit të Perëndisë janë gjithmonë në luftë. Luftë, motra dhe vëllezër, është luftë frymërore. Jo në një luftë me njëri tjetrin, por është një luftë frymërore, vëllezër, e falenderojmë Perëndinë, që nëse nuk do të qëndrojmë zgjuar, të vëmendshëm, në çdo ngjarje, në çdo gjë, i ligu, motra dhe vëllezër, nuk fle, por gjithmonë përpiqet të luftojë aty ku është vullneti i Perëndisë. Aty ku Zoti ka zgjedhur, motra dhe vëllezër, aleluja, të bëj veprën e tij, të lartësoj emrin e tij. Është vepër e madhe, motra dhe vëllezër, të zgjedhë Ati dhe Ati të bëjë veprën që ai ka me ty. Është një zgjedhje e madhe, vëllezër, aleluja, të vijë Ati dhe të thotë të dua. Dhe të thotë kam një vepër me ty. Kam një plan me ty. Ta pranosh, dhe kur ti e pranon këtë plan të Perëndisë, të shohësh një ndryshim të madh që Zoti bën në jetën tënde. Dhe kjo është mrekullia që bën Perëndia, vëllezër, në çdo njeri që Zoti e thret për planin e vet. Mrekullia është njeriu të ndryshojë. Të ndryshoj karakterin, ndryshon mënyrën se si ecte, motra dhe vëllezër, bëhet një krijesë tjetër. Dhe kur bëhet një krijesë tjetër, motra dhe vëllezër, aleluja, këtu fillon lufta me të ligun. Nuk dëshiron asnjëherë, motra dhe vëllezër, i ligu, që të lërë të ecësh në këtë rrugë. Të parën gjë që do të bëj, motra dhe vëllezër, aleluja, do të tregojë botën, do të tregojë gjithë pasuritë e kësaj bote. Dhe do të thotë, të gjitha këto janë në zotrimin tim. Ja jap kujt të doje, motra dhe vëllezër, vetëm nëse më përkulet mua. Gjithçka, motra dhe vëllezër, që shikoni, që ofrohet në këtë botë, është në zotërimin e të ligut. E thot në fjalën e Perëndisë, i tregoi Jezus Krishtit gjithë mbretëritë e botës. Dhe i tha, mu përul mua dhe unë t'i jap të gjitha këto. Shpesher dëgjojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, jam i bekuar se kam gjithçka. Bekimi i Perëndisë, vëllezër, aleluja, nuk është në fjalën e Perëndisë në gjërat materiale. Bekimi i Perëndisë është në gjërat frymërore, motra dhe vëllezër, aleluja. Të ecësh sipas vullnetit të Perëndisë
për të cilën Zoti të zgjodhi. Gjitha të tjera, thot Zoti, do të t'i jepen shtesë. Nuk do të të mungoje asnjë gjë, nëse do të ecësh sipas vullnetit të Perëndis, për të bërë vullnetin e Perëndis. Dhe thot këtu, qëndroni pra të patundur në lirinë me të cilët Krishti na liroi dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Qëndroni të patundur. Mos u lëkundni, thot motra dhe vëllezër, aleluja, në lirinë. Zoti na çliroi nga mëkati dhe na bëri krijesa, thash, të tjera, të lira, motra dhe vëllezër, aleluja, nga dëshirat tona mishore, na çliroi. Po ta shikojmë me vëmendje fjalën e Perëndisë, pikërisht për këtë krijesë bëhet fjalë. Që të luftoni dhe ta kundërshtoni, sepse vazhdimisht është një luftë midis mishit dhe frymës. Në çdo moment nuk mundet të ri i qetë, motra dhe vëllezër, sepse mishi kërkon gjithmonë gjëra kundër frymës. Kjo është lufta e të krishterit. Dhe thotë, ju u çliruat nga dëshirat mishore, na hoqi Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë mëkatin kur ne e pranuam Jezus Krishtin. Të gjitha këto lidhje që ne kishim në mish. Dhe na bëri krijesa të tjera që t'i shërbejmë Zotit. Na dha një emër bij të Perëndisë, që shpresa e tyre e madhe është mbretëria e qiellit. Shpresa e tyre është Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Gjithçka ata duan t'i pëlqejnë Perëndisë. Ashtu siç thotë dikush, motra dhe vëllezër, merr thirrjen për të shkuar ushtar dhe le çdo gjë në këtë botë, nuk ka lidhje më me botën, dhe do t'i shërbej atje në ushtri me rregulla të tjera që t'i pëlqejnë, thot, atij që e ka thirrur. Nuk ka atje, motra dhe vëllezër, po sikur të bënja dhe këtë, po sikur të vinja këtu, nuk ka në ushtri. Në ushtri ka rregulla, motra dhe vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Edhe bijtë e Perëndisë që Zoti i thirri me dashuri, na liroi në radhë të parë nga të gjitha këto dëshira për botën, na bëri krijesa të reja dhe na dha fuqi në frymën e Perëndisë që ne ta zbatojmë fjalën e Perëndisë, që ne kemi qëndrueshmëri në këtë zgjedhje të Perëndisë. Do të kalojmë vështirë, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë botë, sepse kjo botë, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk të sjell përdëllim. Nuk mund të përdëllesh, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Përdëllimi i të krishterit është në frymën e Perëndisë. Dhe thotë, Krishti na liroi, thotë motra dhe vëllezër, dhe mos hyni përsëri në zgjedhjen e skllavërisë. Zgjedhja është, motra dhe vëllezër, të kthehemi përsëri në ato dëshira që ne kishim më përpara. Që ne i lamë, motra dhe vëllezër, aleluja, u shkëputëm nga ato dhe adhuronim Perëndin me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Dhe thot, mos u ktheni përsëri në ato dëshira, që do të thot mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të kthehet përsëri. Dhe të ketë probleme, sepse në kishën, motra dhe vëllezër, aleluja, në Apokalipsi, Zoti na thotë që është as e ftohtë dhe as e ngrohtë. Kjo është kishë, motra dhe vëllezër, që adhuron Perëndin, që Perëndia është në të, sepse thot Perëndia është në të gjithë, motra dhe vëllezër, kishat,
Por kështu as i ftohtë dhe as i ngrohtë, thot Zoti, nuk më pëlqen. As i ftohtë dhe as i ngrohtë, motra dhe vëllezër, aleluja, është kur njeriu dëshiron, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe gjërat e botës, dhe me Zotin, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe thotë, nuk mund t'ju shërbejmë dy zotrinjve. Nuk mundet i krishteri, motra dhe vëllezër, aleluja, të shërbejë dhe mamonit, thotë, dhe Zotit. Vetëm njerit, motra dhe vëllezër, aleluja. Falenderojmë Perëndin. Dhe ne u liruam nga të gjitha këto gjëra për t'i shërbyer vetëm Zotit tonë, vëllezër. Ai është ai që do të kujdeset për gjithçka në jetën tonë. Unë pali po ju them se në qoftë se rreth priteni dhe ju drejtohet besimtarve, motra vëllezër, aleluja, që kishin ligjin që Krishti i thiri, motra dhe vëllezër, aleluja, i liroi, dhe ata përsëri mendonin që duhet të kthehemi të bëjmë edhe ligjin siç ishte më përpara. Dhe thotë, nëse do të rreth priteni, Krishti nuk do t'ju bëj dobi as pak. Nëse ju do ktheheni dhe të bëni gjërat që bënit më përpara, përse erdhi Krishti? Cila është vepra e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja? Nëse ligji, motra dhe vëllezër, aleluja, do të zbatohej, përse duhet të vinte Krishti? Ishte e pamundur, motra dhe vëllezër, që njeriu të zbatonte fjalën e Perëndisë, ligjin, motra dhe vëllezër. I vetmi që e zbatoi ligjin ishte Krishti. Ligji u përmbush në Krishti, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe i dëshmoj përsëri çdo njeriu që rreth pritet, që kthehet, se ai është i detyruar të zbatojë mbar ligjin. Ju që kërkoni të çfajsoheni me anë të ligjit, jeni ndarë nga Krishti, ratë poshtë nga hiri. Nëse ne kemi gjetur hir përpara Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe Zoti na jep fuqi për të ecur në një rrugë tjetër, dhe ne vendosim të kthehemi përsëri, motra dhe vëllezër, aleluja, në atë rrugë që ishim më përpara, me dëshirat tona, kemi rënë poshtë, thot motra, aleluja. Ne gjetëm hir përpara Perëndisë për të bërë vullnetin e Perëndisë. Ke gjetur hir, i tha Marias, sepse Perëndia ka një plan me ty. Dhe Maria tha, të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën time. Që të gjithë kemi gjetur hir përpara Perëndisë, që për çdo njerin, motra dhe vëllezër, Perëndia ka një plan. Dhe ne thamë, vullneti i Perëndisë të bëhet në mua, Zot. Dhe ai do bëj vullnetin e tij në jetën tonë. Por nëse ne do të kthehemi, kemi rënë poshtë nga ky plan i Perëndisë, nga hiri i Perëndisë, për të marrë diçka, motra dhe vëllezër, aleluja, të pamerituar. Ne nuk e meritojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, mbretërinë e Perëndisë, as me veprat tona, as me çdo lloj gjë. Kjo është ke gjetur hir përpara Perëndisë të marrësh diçka që nuk e meriton. Por dashuria e madhe e Perëndisë do të t'i japë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne në fakt në frymë, nëpërmjet besimit, presim shpresën e drejtësisë. Në frymë, si njerëz të rilindur, thot motra dhe vëllezër, aleluja, ne presim shpresën, kemi shpresë në frymë për drejtësinë që do t'i jap Perëndia. Jo drejtësinë tonë, jo drejtësi njerëzore, motra dhe vëllezër, aleluja. Por në frymë presim drejtësinë e Perëndisë.
Ati i takon, motra dhe vlezër, aleluja. Kemi një avokat, thot tek Perëndia, që ndërmjetëson për ne, motra dhe vlezër, vazhdimisht në çdo gjë. E kam blerë, kam derdhur gjakun tim për te. Dhe na justifikon, motra dhe vlezër, aleluja, çdo rënje tonë. Sepse i krishteri bie, thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Por nuk qëndron i rënë, ngrihet përsëri. Dhe kjo është ndërmjetësimi që bën Jezus Krishti. Përsëri vjen dhe të pret të dua. Të pret me krah hapur. Vendosi, motra dhe vlezër, aleluja, ti shkojë dhe ti thotë atit të ti. Gabova atë. Dhe nuk arriti dot, motra dhe vlezër, të thoshte fjalën që kishte përgatitur për t'i thënë atit. Dhe i ati e mbuloi me të pothurat. Këtë njeri që u kthye. Dhe bëri darkë të madhe për këtë njeri, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse Zoti nuk shikon se ku ishe, se çfarë bëre. Por shikon këtë vepër pendimi, motra dhe vlezër, që është një vepër nga fryma e Perëndisë. Pendimi, motra dhe vlezër, aleluja, është gjëja më e madhe që ka njeriu. Çfarë duhet të bëjmë? Kështu filloi vepra e Perëndisë, vlezër, aleluja. Kur dëgjuan fjalën e Perëndisë, njerëzit kur pa në frymën e shenjtë që zbriti midis tyre, dëgjuan për Krishtin dhe thanë, çfarë duhet të bëjmë? Dhe Pietri ju tha, pendohuni, tha. Pendimi është gjëja më e rëndësishme, vlezër, e falenderojmë Perëndin. Ai që pendohet, vlezër, hyn në gëzimin e Perëndisë, në dashurinë e Perëndisë. Po biri im, thotë, kam pritur kaq kohë. Po bia ime, të kam pritur kaq kohë. Ne falenderojmë Zotin. Kjo është dashuria e Perëndisë, motra dhe vlezër, aleluja, që fal, që nuk gjykon, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë. Ju vraponit bukur, thot. Kush ju ka penguar që të mos i bindeni së vërtetës? Vraponit bukur më përpara. Ecnit bukur, thot, motra dhe vlezër, aleluja, me dashuri. Vinit tek unë. Dhe ishit të bekuar, motra dhe vlezër. Ku ishim të bekuar? Në cilat gjëra? Pikërisht në gjërat në praninë e Perëndisë ishim të bekuar. Në gjërat frymërore që na jepte Zoti ishim të bekuar, vlezër. E falenderojmë Perëndinë. Dhe thot tani, thot, kjo bindje nuk vjen nga ai që ju thërret. Çfarë ka ndodhur, motra dhe vlezër? Pak maja e bën të vijë gjithë brumin, thot. Pak maja e bën që të vijë brumi, motra dhe vlezër, aleluja. Pak s'ka gjë, motra dhe vlezër, kjo është pak maja. Dhe ne tolerojmë. Dhe ç'mund të bëjmë, motra dhe vlezër, aleluja? Pak maja, të gjithë e dinë, motra dhe vlezër, do të thot pak maja, se si bëhet brumi dhe se si vjen brumi. Nëse tolerojmë në garth, motra dhe vlezër, një vrim të vogël, e s'ka gjë, dhe do të hyjë dhel, pra thot, dhe do të prishë vreshtin. Do të prishë gjithë shka, motra dhe vlezër, që ti me kujdes, që Perëndia me kujdes e ndërton. Pak maja. Për këtë na porosit Zoti, vlezër, kujdes bijtë e mi. Sepse është një rrugë që do të rish zgjuar. Që mos tolerosh. Që mos shikosh sepse është, motra dhe vlezër, e dëshirueshme kjo botë në sytë tënd. Kur shkoi Eva dhe shikonte, motra dhe vlezër, aleluja, e shikonte ishte tërheqëse, thotë, ajo që ishte ndaluar nga Perëndia. Që Zoti i kishte thënë, po të marrësh nga kjo do shkosh në vdekje. Dhe ajo ishte tërheqëse, thotë. E dëshirueshme.
Prandaj Zoti na thot tani, kujdes bitemi. Që ande dolëm vlezër, e falenderojmë Perëndin. Nga ky Egjipt dolëm vlezër, aleluja, me mrekulli dhe fuqi të madhe. Dhe Zoti ka përgatitur diçka tjetër, nuk duket. Por është shpresa e frymës që vepron në ne. Nuk e shohim, motra dhe vlezër, aleluja, por atje ku jam unë, do jeni ju, thot Zoti. Dhe ne besojmë përsëri nëpërmjet frymës, motra dhe vlezër, aleluja. Ka besim tek Perëndia për ju, se nuk do të mendoni ndryshe. Që diçka ka ndodhur, që pak ma ja, thot motra dhe vlezër, aleluja, e ka prishur brumi. Por ai që ju turbullon juve, kushdo qoftë, do të marrë dënimin. Ai që turbullon, motra dhe vlezër, aleluja, njeri do ta marrë dënimin, thot. Ai e di destinacionin e tij ku do shkojë dhe do të rrëzojë të zgjedhurit e Perëndisë. Sa për mua, o vlezër, në qoftë se unë vazhdoj të predikoj rreth prerjen, do më thënë, predikoj që të kthehemi përsëri ashtu siç ishim më përpara. Atëherë thot, përse më përndjekin akoma? Po ti isha unë si ata dhe të predikojnja gjërat që ata duan, pse mua më përndjekin? Po sepse i kam shkelur, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse kam filluar një rrugë tjetër, jo atë rrugë që isha më përpara. Në atë rrugë që isha më përpara, i lash të gjitha kur mu shfaqi Jezus Krishti në jetën time. I konsiderova ple, nuk më vlenin, gjithçka që unë kisha. Qoftë pasuritë, qoftë diturinë, motra dhe vlezër, gjithçka. Çfarë kishte apostulli Paul që jetën e tij me Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja, e kaloi vetëm duke predikuar fjalën e Perëndisë? Çfarë kishte apostulli Paul? S'na thot fjala e Perëndisë, vlezër, aleluja. Vetëm duke ecur në udhëhequr nga fryma e Perëndisë. Për të bërë vullnetin e Perëndisë. Përndjekje, sepse bënte vullnetin e Perëndisë përndjekje. Prandaj thot këtu, pse më përndjekin mua nëse unë jam si ata? Ne do të përndiqemi dhe do të kalojmë të tilla vështirësi, sepse nuk jemi si ata. Sepse dolëm qande, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe për këtë shkak do t'ju përndjekin, thot Zoti. Mos keni frikë, sepse unë e munda botën, edhe ju do ta mundni. Ju kam zgjedhur unë, motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Dhe është ai që na ka zgjedhur, që do të na jap fitoren. O sikur ata që ju turbullojnë, të gjymtoheshin vetë. Sepse ju, o vlezër, u thirrët në liri. Por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin. Vërtet jemi të lirë, thot motra dhe vlezër, dhe apostulli Paul shkruar. Çdo gjë është në dorën time tani. Por jam i lirë të zgjedh tani. Më përpara nuk zgjidhnja, sepse isha sklav, motra dhe vlezër, i dëshirave të mia. Tani më ka dhënë Zoti forcë, më çliroi nga sklavëria dhe më ka bërë të lirë që të zgjedh cila është e mirë në sytë e Perëndisë. Mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, thot vlezër, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit. Për këtë jemi thirrur, thot vlezër, aleluja. Dashuria të jetë gjithçka, motra dhe vlezër, në i krishteri. Sepse dashuria është ajo që fal. Të falësh, vlezër, nuk është kaq e thjeshtë. Dhe këtu duket forca e të krishterit kur fal, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe këtu duke i forca e Perëndisë kur ne na fali.
Sepse dashuria e Perëndis ishte kaq e madhe për njeriu, thot. Sa ne ishim dërgjeshim në mëkat. Dhe ai erdhi sepse ishte e fuqishme dashuria e Perëndis për njeriu, erdhi, u kryqëzua për ne dhe na fali mëkatet tona, motra dhe vëllezër, që duheshin ndëshkuar, që ne duhet të ishim në kryq. Dhe ai na zvendësoi, do shkoj unë për ty. Kjo është dashuria e Perëndis, vëllezër, haleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe faljen ne e shikojmë si dobësi, motra dhe vëllezër, por falja është fuqi. Ai që falë, motra dhe të kam falur, vëlla. Nuk kam asnjë gjë brenda në zemrën time. I lutem Zotit, motra dhe vëllezër, haleluja. Ky është ndryshimi. Kjo është drita që Zoti ka vënë në jetën e të krishterët. Sepse i gjithë ligji përmbushet në këtë fjalë të vetme, dua e të afërmin tënd, por si vetveten. I gjithë ligji që ju doni të bëni, thot motra dhe vëllezër, haleluja, është të duash të afërmin. Jo ti tregosh rregulla, motra dhe vëllezër, haleluja, por me dashuri, në dashuri përmbushet ligji. Dhe Jezus Krishti erdhi të përmbush ligjin, motra dhe vëllezër, haleluja. Që me Jezus Krishtin të jemi të lirë tani të zgjedhim. Të jemi të lirë që atë që na thot fjala e Perëndisë ta bëjmë me dashuri. Jo me detyrim, motra dhe vëllezër, por me dashuri. Sepse nëse ju kafshoni dhe ani njëri tjetri, ruani, mos prisheni njëri nga tjetri. Dhe unë them, ecni sipas frymës, dhe nuk do t'ja përmbushni dëshirat mishit. Unë ju them, ecni sipas frymës, dhe mos ja përmbushni dëshirat mishit. Sepse mishi ka dëshira kundër frymës, dhe fryma ka dëshira kundër mishit. Dhe këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni ato që dëshironi. Nëse fryma ka dëshira të tjera, mishi do të mos i bëj ato. Por nëse udhëhiqeni nga fryma, ju nuk jeni në ligj, ju jeni të lirë. Nuk jeni të sklavëruar, motra dhe vëllezër, jeni të lirë. Çdo gjë që e bëni me dashuri. Jeni të lirë, keni zgjedhur vetë këtë rrugë, motra dhe vëllezër, haleluja. Veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kuror shkelja, kurvëria, ndyrësia, çthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mëritë, zënkat, përçarjet, tarafet, cmira, vrasjet, të deurit, grykësia dhe gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj, vëllezër. Sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do ta trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Keni kujdes, thot. Po ju paralajmëroj, ata që bëjnë këto gjëra nuk do hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetë kontrolli. Ky është fryti i frymës. Ai që ka frymën e Zotit, motra dhe vëllezër, haleluja, thot, është i mbushur plot me dashuri, është i mbushur plot me gëzim,
ka paqe motra dhe vëllezër, aleluja, ka durim, mirëdashje, besim, zemër butësi dhe vetë kontrol. Nuk ka ligj të kundër këtyre. Këto bëhen motra dhe vëllezër, aleluja, si rezultati frymës së Perëndisë. Njeriu që jeton në frymën e Perëndisë i bën këto gjëra. Nga frytet, thot Zoti, motra dhe vëllezër, do t'ju dallojnë që jeni të mitë. Këto janë frytet që ka i krishteri. Nuk thot nga ndonjë gjë tjetër, motra dhe vëllezër, nga frytet do t'i dalloni që janë të mitë. Dhe ata që janë të Krishtit e kanë kryqëzuar mishin bashkë me pasionet dhe lakmit e tij. Ata që janë të Krishtit. Në qoftë se rojmë në frymë dhe duhet të ecim. Le të mos jemi mburavec duke provokuar dhe duke patur çmir njëri tjetrin. Amin. Zotit na jap forcë, vëllezër, aleluja. Zotit na mbush plot të gjithëve në frymën e Perëndisë. Aleluja. Që të ecim sipas planit të Perëndisë, të bëhet vullneti i Perëndisë në jetën tonë. Aleluja. Të jemi vazhdimisht të vëmendshëm, motra dhe vëllezër, duke lexuar fjalën e Perëndisë dhe ta vëmë në praktike. Sepse nuk mjafton njohuria, vëllezër, aleluja. Por duhet të na shërbejë ajo që kemi mësuar. Që të rritemi dhe të ecim akoma më shumë. Ky është plani i Perëndisë, që ne të na rritë dhe të na forcojë e falenderojmë Perëndinë. Zoti ta bekojë këtë fjalë, vëllezër. Amin, Zot.